Policia vazhdon për çdo ditë me patrullime intenzive dhe arrestime të shoferëve që shkelin rregullat e trafikut dhe shfaqin sjellje të rrezikshme dhe deviante në komunikacion. Së fundmi Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se është arrestuar një 55 vjeçar nga Kumanova, i cili po drejtonte automjetin e tij në ndikim të alkoolit. Më datë 3 janar 2026, në ora 2:47 pas mesnate, zyrtarët policor të njësisë së trafikut rrugor pranë SPB Kumanov kanë privuar nga liria personin me inicialet GJ, 55 vjeç nga Kumanova. Në kuadër të masave për rritjen e sigurisë në trafik, autoritetet paralajmërojnë se deri në mesin e vitit 2026, sistemi i kamerave Qyteti i Sigurt do të shtrihet në të gjithë territorin e vendit. Ky sistem përfshin një rrjet kamerash stacionare dhe mobile dhe se shkeljet si tejkalimi i shpejtësisë, kalimi i semaforit të kuq, përdorimi i automjeteve të paregjistruara dhe parkimi i paligjshëm do të evidentohen në mënyrë digjitale dhe për të njëjtat do të krijohen raporte dhe urdhërpagesa, të cilat qytetarëve do t'u dërgohen në mënyrë elektronike. Periudha testuese e sistemit Qyteti i Sigurt ka nisur më 1 dhjetor 2025. Zbatimi zyrtar i këtij sistemi pritet të fillojë me 1 shkurt të këtij viti në Shkup, Tetov, Kumanov, si dhe përgjatë korridoreve 8 dhe 10D.